Në Vlorë po zhvillohet sot forumi i dialogut me temën "Edhe disa hapa akoma drejt BE-s", me pjesëmarrjen e raportuesit për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, Andreas Schieder, ambasadores franceze Catherine Swart, ministres e punëve të jashtme Elisa Spiropali dhe përfaqësuesve të tjerë ndërkombëtar. Ambasadorja Swart theksoi se Shqipëria ka bërë hapa të mëdhenj në rrugën drejt Bashkimit Evropian, duke përmendur reformën në drejtësi, digitalizimin e shërbimeve, mbrojtjen e qytetarëve dhe harmonizimin me politikat e jashtme të BE-s. Sipas saj, këto arritje kanë rritur besimin e partnerëve ndërkombëtar, çka u reflektua edhe në 2 vizitat radhasi të presidentit francez Emmanuel Macron në Shqipëri. Kilometrat e fundit janë më të vështirët, por edhe më entuziasmuesit. Kjo fazë tregon një drejtim të vetëm, pa rrugë të tërthta, duke e bërë Shqipërinë një partner të besueshëm për Francën dhe Europën, u shpreh Suard, duke nënvizuar se Franca do të jetë krah Shqipërisë gjatë këtij procesi. Nga ana e tij, raportuesi Andreas Schieder deklaroi se zgjerimi i BE-s nuk mund të përfundojë pa Ballkanin Perëndimor dhe veçanërisht pa Shqipërinë. Ai theksoi se procesi i negociatave ka shënuar përparim të ndjeshëm, ndërsa reformat mbeten kyçe për përmirësimin e jetesës së qytetarëve. Zgjerimi është një mundësi edhe për vetë Bashkimin Evropian. Synimi im si raportues është që gjatë mandatit tim, deri në vitin 2029, të mund të komunikoj se Shqipëria është pjesë e BE-s, tha Schieder.